Një përfiturim tjetër i gabuar është ideja se njeriu s'mund bëhet thirrës i publikut hapur, i publikut të gjerë, pa njohur mirë doktrinat filozofike, pa lexuar thellësisht librat e sociologjisë, filozofisë e tjerë. Kjo është ideja e disa intelektualëve që për fat keq kanë edhe përkrahjen e disa hoxhallarëve. Edhe kjo jo vetëm që nuk është kusht, po kjo është një metodë e gabuar. Pasi kur zbriti shpallja ka pas doktrina filozofike. Ka pas në Egjipt, në Persi, ka pas libra e kështu me radhë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka shprehur në asnjë hadith domosdoshmërinë e leximit të kësaj literature për thirrje njerëzve në fenë e Allahut. Brezi i parë sahabët, edhe pse kanë shiruar shumë vende, viset Persisë, të romakëve, nuk kanë treguar interesim për leximin e literaturës së kafirave. As nuk kanë ditur për ta. As nuk i kanë përkthyer këto libra. Kështu që ata kanë arritur të pastrojnë njerëzit nga format e shirkut, të mësojnë njerëzve tauhidin, të mësojnë ligjet e fesë dhe rregullat me një metodë të thjeshtë, të qartë, të saktë, duke njohur mirë llojet e devijimeve, qofshin llojet e shirkut, llojet e kufrit dhe llojet e tjera të devijimeve, edhe shembuj konkret nëpërmjet kësaj metode që është shumë e qartë, shumë e thjeshtë, ata kanë arritur të identifikojnë devijimet tek njerëzit dhe të ftojnë njerëzit në islam, të mësojnë islamin, të përhapin fenë e pastër dhe të pastrojnë njerëzit dhe vendet nga format e shumta të shirkut dhe të devijimeve. Kështu që po të nisemi nga citatet dhe praktika e të parëve të këtij ummeti, do të konstatojmë që ata e kanë bërë ndryshimin e madh, e pastrimin e njerëzve nga devijimet, pa ju dashur që të lexojnë literaturën e kafirave. Dhe nuk kanë parë domosdoshmëri për diçka të tillë. Kanë filluar njerëzit të lexojnë literaturën e kafirave në shekullin e dytë të Hijretit, atëherë ka filluar përkthimi nga fillimi i shekullit të parë, por fillimisht kanë përkthyer, domethënë, libra që kishin njohuri të kësaj bote, si domethënë njohuri mjekësore e tjerë. Mirë po, në atë kohë librat ishin të përzier. Në librat ku flitej për mjekësinë dhe për çështje të tjera, kishte dhe problemet apo doktrina filozofike dhe ide të filozofëve. Nga fundi i shekullit të dytë filloi përkthimi në masë, edhe Xehmijet dhe Mu'tazilet i kanë studiuar librat e filozofëve me idenë se do të mbrojnë islamin, do të përhapin islamin domethënë tek të tjerët, do të qërojnë muslimanët nga dyshimet. Por realisht as islami se ka ndihmuar me këtë metodë, duke përkthyer librat apo duke studiuar librat filozofik, dhe as filozofët nuk kanë arritur që t'i thyejnë. Sikur se kanë thënë dietarët, la lil islami intasaru wala lil falasifati kasaru. As këtë dhe as atë nuk arritën ta bëjnë. Ajo që bën ata është se u bën sebeb për hyrjen i devijimit të madh në ummetin islam, që konkludoi me mohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala, mohimin e kaderit të Allahut subhanahu wa taala dhe shumë devijime që hyn mes muslimanëve, e dietarët e ummetit e kanë quajtur një bela, një sprovë të madhe, domethënë për kthimin e këtyre librave, për hapjen e këtyre librave dhe studimin e tyre. Ca njerëz kanë arritur deri aty saqë thonë studimi i librave filozofik dhe doktrinave filozofike në kohë të kohës sonë është farz, sipas tyre është farz kifaje. Këtë ide e kanë disa hoxhallarë, se po ta kishte vetëm disa intelektual, nuk kishte pse me vënë duke këtë problem. Ndërkohë që unë nuk kam gjetë asnjë dietar të thotë që është farz kifaje studimi i librave filozofik. Dhe librat filozofik nuk janë risi e kohës sonë. Madje po u them me siguri se idetë filozofike të kohës sonë dhe doktrinat filozofike të kohës sonë, në rrënjë, në thelb,
pushen me idetë e filozofëve të hershëm. S'ka devijim bashkohor, vetë se doja gjesh rrënjët ke devijimet e hershme. Nuk kam gjetur atë 4 mëdhëbet e kanë quajtur haram studimin e filozofisë. Megjithatë, unë mendoj se mund ketë në ndonjë rast ku lejohet, njëri që ka kapacitet gjerë ndije, një akiden e saktë, domethënë nuk ka rrezik që do të devijoj, ka aftësi që të kundërpërgjigjet, mund të themi që lejohet. Por të themi që është farz kifaje. Dhe nuk mundet që njeriu të ftoj publikun në fe, pa lexuar libra të tillë, nuk mundet që të përhapet feja në mas, pa u lexuar libra të tillë, ka njerëz që kanë ide të tilla, këto janë teprime. Dhe kjo bie ndesh me metodën e të parëve të këtij ummeti. Ata kanë edhe disa nga tërresa, kuptohet, dhe një nga problemet, një nga tërresat e tyre është ideja se ti nuk mundesh që ta luftosh diçka, nuk mund ta demantosh një ide nëse nuk e njeh. Duhet ta përfiturosh diçka në mënyrë që ti të mund ta demantosh ato. Këto ide janë ide që bien ndesh me Islamin, mund të jenë kufër, shirk e kështu me radhë, ose përmbajnë ligje që bien ndesh me fenë islame. Atëherë nëse ti nuk e njeh këtë aktualitet, si mund ta luftosh, si mund të pastrosh? Kjo është ajo ideja që kanë, edhe domethënë pastaj përpiqen thonë që hoxhallarët nuk dhe thirrsat, madje sipas tyre dhe dietarët nuk e kanë bërë zbërthimin e duhur të tauhidit, domethënë dietarët nuk e kanë njohur realitetin, nuk e kanë kapur format e shirkut bashkohor. Unë i kam dëgjuar këtë lloj teprimesh me fjalë, kam pas të bëj me njerëz të tillë, e prandaj po asheroj me fjalë. Por duhet kemi parasysh disa çështje. E para, argumentet e Kuranit dhe të Sunetit, a mjaftojnë për demantimin e ideve të këqija që bien ndesh me Kuranin dhe Sunetin apo jo? Nëse njeriu thot nuk mjaftojnë, bien ndesh me Kuranin. Sa Allahu ka sqaruar gjithçka. E ulem yakfi man anzalna alayka alkitab, a nuk u mjafton atyre që ne u kemi zbritur librin? Pra, ajetet e Kuranit tregojnë që mjaftojnë argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Kjo është e para. Janë detyruar ta pranojnë këto. E dyta, a ka mundësi që të kenë një dyshim, një argument kafirat që ne nuk gjejmë argument në Kur'an për ta rrëzuar atë dhe na duhet që të gjejmë një argument tjetër? Përgjigjja është jo, s'ka mundësi. Nuk ka dyshim që mund sjellin kafirat. Nuk ka devijim që mund sjellin kafirat, vetëm se gjejmë argumentet në Kur'an dhe në Sunet për rrëzimin e tij. Dhe argument për këtë është fjala Allahut të lartësuar: "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Nuk mundet që ata të sjellin ty një shembull, nuk mund të sjellin ty ata një argument, një paqartësi, një mëdyshje, vetëm se ne të sjellim ty të vërtetën, domethënë përgjigjen e vërtetë për ta, që errëzon. Dhe me sqarimin më të mirë, më të plotë. Wa ahsana tafsira. Ky ajet tregon se çdo dyshim, çdo paqartësi, çdo argument që mund sjellin kafirat për të mbrojtur idetë e tyre, e gjejmë përgjigjen në Kur'an. Ka përmendur Allahu në Kur'an. Ata që thonë se nuk e gjejmë, ata nuk e njohin Kur'anin. Në Kur'an ka dhe argumente logjike. Dhe këtë pjesë duhet ta dinë. Dhe argumentet logjike të Kur'anit dhe të Sunetit janë më të qarta, janë më të prera se sa argumentet e tjera. Nuk ka pengesë që të përmendim dhe argumente logjike të tjera që përmenden në Kur'an dhe Sunet për demantuar idetë e qafirave. S'ka ne problem të përmendim shembuj nga bota aktuale për rrëzimin e ideve të kafirave, edhe pse ato nuk përmenden në Kur'an dhe Sunet. Por ajo që unë dua të theksoj këtu është se argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit mjaftojnë për rrëzimin e ideve të kafirave. Dhe nuk ka domosdoshmëri që ne gjejmë argumente tjera, edhe pse ka argumente tjera logjike. Vim ke çështja e fundit, përfytyrimi i realitetit. Nëse i pranojnë dy pikat e para, mjaftojnë argumentet e shariatit dhe duhet ta pranojnë. E pranojnë edhe dytën që argumentet e shariatit mjaftojnë për të rrëzuar idetë e qafirave, gjitha. Mund thonë që na duhet lexojmë librat e filozofisë, sociologjisë, literaturën filozofike të kafirave,
në mënyrë që të njohim realitetin, të përfitojmë këto devijime. Këtu lind pyetja. A ka mundësi që njeriu të njohë të gjitha format e devijimeve në botë? Se ka të mundur. Sa fe ka në botë? Thuhet që ka 2 milion fe. Çdo fe sa devijime, sa forme shirku ka. Pastaj nuk janë vetëm idetë, domethënë vetëm doktrina filozofike. Po janë edhe devijimet e shumta që janë librat e fizikës, librat e historisë, librat e letërsisë, janë shumë. Ka mundësi njeriu që të njohë çdo detaj? S'është e mundur. Atëherë, sa duhet njohë njeriu nga realiteti? Kush e përcakton se sa duhet njeriu të njohë nga realiteti? Duhet ta kemi të qartë që ne për të identifikuar devijimet, për të përcaktuar devijimet, për të zbuluar devijimet, na mjaftojnë të njohim llojet e devijimeve, për cilat ka argument Kur'an dhe Sunet. Dhe të njohim shembull për çdo lloj. Nëse këto e ke, pastaj ti arrin me kap çdo devijim në botë. Kushdo qoftë ai. Përderisa ne njohim llojet e shirkut dhe llojet e kufrit, dhe këta njerëz nuk tregojnë interesim, e kam fjalën për një pjesë intelektualëve që kanë interpretime, jo për gjithë intelektualët. Po e kam fjalën për ata intelektualë që nuk respektojnë dietarët, që nuk respektojnë hoxhallarët e sunetit, dhe pretendojnë që ata kanë zbuluar metodën e profetit në thirrje, që nuk e kanë njohur dietarët dhe hoxhallarët. Domethënë ka njerëz që kanë pretendime të tilla. Madje akuzojnë hoxhallarët dhe dietarët për laik. Sipas tyre kanë laicizuar thirrjen. Pra ne themi llojet, nëse njeriu njeh llojet e kufrit, llojet e shirkut, llojet e devijimeve, për cilat ka bazë Kur'an dhe Sunet, dhe njeh shembull konkret për çdo lloj, atëherë ai arrin me i kap. Domethënë nuk është të thënë që të dim gjitha format e shirkut që bëjnë magjistarët. Ne na mjafton të njohim llojet. Nuk është të thënë që të njohim të gjitha llojet e shirkut që kanë astrologët, ata që studiojnë astrologjinë dhe besojnë ke yjet. E lexojmë gjitha librat e astrologjisë. Mjafton që ne e njohim si devijim. Kush beson tek yjet, kush beson ke ndikimi i yjeve, kjo është shirk. Pa u na u dashur neve të njohim gjitha hollësitë, se si kanë emrat yjet dhe çfarë besimi ka çdo njeri ke yll. Kjo është ajo që kërkojnë ata. Ata kërkojnë që me njoh gjitha hollësirat e astrologjisë. S'është e thënë. Mjafton me njohur llojet. Pra ata do të thonë asnjëherë këtë çështje me pika. Tjetër, po të marrim idetë filozofike, doktrinat e filozofëve. Ato kanë disa rrënjë. Nëse njeriu arrin me i kap të rrënjë, ai ka përfituar realitetin. Ata nuk besojnë Zot. Ka për tyre që s'besojnë Zot. Ka doktrina që bazohen në ateizëm, nuk besojnë Zot. Atëherë, përderisa ti e përfituron këtë devijim dhe ke argumente për ta rrëzuar këtë lloj devijimi, këtë ide e ke përfituar. Sadoqofshin doktrinat që kanë këtë ide. Ka doktrina që nuk besojnë profecinë, nuk besojnë librat hyjnor. Atëherë, një nga devijimet e tyre është mosbesimi i profecisë. Ja ke përfituar edhe këto. Ky është një lloj devijimi. Një lloj devijimi tjetër është mosbesimi i ditës gjykimit. Nuk besojnë se ka botë tjetër, se ka ditë gjykimi. Ja ke përfituar edhe këto. Atëherë këto janë rrënjët e tyre. S'besojnë Zot, ose nuk besojnë profecinë, ose nuk besojnë ditën e gjykimit. Mund të kenë dhe forma shirku, po njohë llojet, ti arrin me i kap ato. Të gjitha doktrinat filozofike nuk dalin nga këto. Kështu që përderisa ne njohim llojet, ne e kemi përfituar realitetin. Ne e kapim atë. Dhe ne kemi aftësinë që, domethënë, t'ua tregojmë njerëzve ç'është e vërtetë dhe çfarë nuk është e vërtetë. Pastaj kush e përcakton se çfarë nevojitet me njoh nga realiteti dhe çfarë jo? Është thirrsi. Jo ata që nuk janë fushën e thirrjes. Është thirrsi ai që e sheh çfarë duhet me ditë dhe çfarë nuk ka nevojë që të njihet nga ana e
domethënë në çështjet aktuale. Yarhamukumullah. Dhe mundësia për të marrë informacion sot është shumë e lehtë. Nëse dikush shpreh një ide, ne mund ta pyesim ato vetë, çfarë kuptimi ka kjo ide? S'ka asnjë të keqe. Vetë dietarët e sunetit i kanë pyet kelamistët dhe filozofët, me çfarë kuptimi e ke përdor këtë term? Po e zom se thirrsi ose hoxha nuk e di kuptimin e një termi. E pyet. Thotë me çfarë kuptimi e përdore? Me këtë kuptim. Me filtrën që ka, me këtë metodën që e përmenda tani, unë ja ndan. Kjo ide do thotë që ky nuk beson Zot, ose nuk beson ditën e gjykimit, ose nuk beson profecinë, ose beson që gjërat ndodhin vetë pa kaderin e Zotit. Je ke përcaktuar devi, ose adhuron natyrën. Ja ke u përcaktuar. Ose mundet shumë kollaj të marrim informacion në internet. Ose shfjetojmë fjalorët, të cilët bëjnë shpjegimin e fjalëve. Pra, elhamdulillah, mundësit janë, çështja është shumë e lehtë, por këta njerëz kërkojnë që ta ndërlikojnë thirrjen. Dhe një nga problemet e kelamistëve në të shkuarën ky ka qenë. Ata e kanë ndërlikuar thirrjen. Thirrja që ka bërë profeti dhe shokët e tij ka qenë e lehtë, e qartë, e kapshme. Kurse ata me termet filozofik, me termet e kelamistëve, e kanë bërë të ndërlikuar thirrjen, çështjen e besimit, që të mos mundet ta kuptoj atë masa e njerëzve. Dhe për çudi, këta lloj intelektualësh pretendojnë që masa, publiku ka arritur me i kuptu doktrinat e qafirave, janë indoktrinuar me to. Ndërsa hoxhollarët dhe thirrsa sipas tyre nuk arrin me i kap devijimet që kanë njerëzit. Dhe hoxhollarët sipas tyre janë krejt jashtë realitetit. Kur flasin hoxhollarët, publiku nuk i kupton. Pra këto janë teprime realisht. Ta kemi parasysh, nuk është kusht për të bërë thirrës i publikut që njeriu studiojë librat e filozofisë, lafologjisë apo sociologjisë dhe literaturën filozofike të kafirave. Mjafton që të ketë aq njohuri mbi realitetin sa ditë, domethënë shembull për çdo lloj të shirkut të madh apo të kufrit të madh, apo të ndonjë devijimi dhe pastaj të ftojë njerëzit në fenë Allahu subhanahu wa taala.